Mirëmbrëma të nderuar shikues. Derisa Shqipëria feston përhapjen e kapitujve të fundit për antarësim në Bashkimin Evropian, vendi ynë mbetet akoma i bllokuar në kushtëzim për realizimin e ndryshimeve kushtetuese. Zgjedhjet lokale përfunduan, mirë po skena politike posaçërisht me theks të veçantë në kampin shqiptar si duket është trazuar pas zgjedhjeve lokale. Bashkimi Demokratik për Integrim si partia më e madhe shqiptare ka paralemruar një proces të thellë të reformave brenda partijake. Koalicioni Vlen ndodhet përballë dilemës së madhe që të shkrijnë këtë koalicion në një subjekt të vetëm me një lider të vetëm apo të vazhdojnë ashtu si e kanë filluar. Ndërkaq, në skenën politike, aktuale dhe faktori i rëndësishëm është edhe Aleanca për Shqiptarët. Një subjekt politik i pagzuar me aleancë, po kujt ja kishte marrë mendja që për një periudhë kohore të caktuar, aleanca do të shndrohej në burim të fragmentimit politik. Por pse ndodhi kjo situatë? Si erdhi deri këtu Aleanca për Shqiptarët? Gjitha këto çështje e posaçërisht edhe për zgjedhjet lokale, ne sonte kemi nderin që ti diskutojmë me kryetarin, promotorin dhe themeluesin e Aleancës për Shqiptarët, zotin Zjadin Sela. Mirëmbrëma zoti Sela, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit vërtet. Zoti Sela, tema e fundit ose aktualiteti politik me që ju kemi për herë të parë pas përfundimit të zgjedhjeve lokale, po e fillojmë me këtë të fundit. Zgjedhjet lokale përfunduan, me ju pyet se a keni qenë penduar pse bashkëpunuat me Frontin Evropian vitin që lan pas, këtë përgjigje kemi marrë për faktin se ky bashkëpunim u traz dhe u shtresua edhe me një bashkëpunim të ri që e pagzuat si Aleanca Kombëtare për Integrim. Por megjithatë, ju si pjesë, pra si Aleancë për Shqiptarët, pjesë e Aleancës Kombëtare për Integrim, edhe si ASH në veçanti, çfarë ndodhi zoti Sela, pse nuk u arritën objektivat dhe synimet tuaja edhe si koalicion edhe si parti që dolet me këtë rezultat? Që të flasim të drejtën, mbase nuk ishte në favorin tuaj kësaj radhe. A ka ndryshuar diçka? A ka ndryshuar diçka? Po, nga zgjedhjet e kaluara lokale që ka ndodhur, merre ndoshta 20 vite më tepër. Si e shifni? E shifni që rezultati ka ndryshuar diçka? Po, për shembull në vitin 2021 nga zgjedhjet lokale para 4 viteve, BDI kishte 11 komuna, tani nuk i ka këtë komuna. Dhe ku është ndryshimi? BDI ishte në pushtet dhe tani është në opozitë. Në opozitë, saktë. Në këtë drejtim jam e nisa përgjigje në formë pyetje. Fatkeqësisht, edhe njerë, shqiptarët nuk e kaluan testin, dhe unë parapëlqej që të gjithë politikanët për të duk populiste, të mirë për para popullit, e gjithë thonë që çdo herë populli ka të drejtë, po jo çdo herë ka të drejtë, realisht. Sepse nuk mund të ketë drejtë në momentin që pranon shantazhin dhe joshin dhe pastaj vendos andej nga është pushteti. Ky s'quhet pragmatizëm, po përkundrazi është klientelizëm, i pashoq dhe i papar. Dhe ç'ndodhi, fitoi pushteti fatkeqësisht përsëri në zgjedhjet lokale, ashtu siç fiton çdo herë. Apo. Varet cilin segment e marrë. Koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim është fituesi në votën për këshilltar, apo pa çka se kjo vendohet në plan të dytë. Ndërkohë që nëse duhet të hyjmë analizës tamam dhe thellë. Analiza më e thellë është që kandidatët për kryetar komunës zgjidhen me sistem mazhoritar. Apo me emrin të përveçur dhe vetë fakti që nga njëra anë ishte Aleanca Kombëtare për Integrim dhe nga ana tjetër ishte Vleni, bashkë me VMRO-n, bashkë me LSDM-n, bashkë me gjithë spektrin politik maqedonës, natyrisht që këtë gare bën të vështirë. Apo, që kjo është e vërtetë. Nëse duhet i masim gjërat në raport me subjektet politike dhe peshën që kanë subjektet politike brenda kampusit politik shqiptar, forma më e mire matjes së kësaj peshe është votat në lista për këshilltar. Dhe nëse shifen të votat për lista me këshilltar, edhe njëri u rikonfirmua që shqiptarët nuk pranojnë
që të qeverisën nga një klasë politike e cila nuk ka legitimitet, dhe prandaj është kjo e përsi që Alianca Kombëtare për Integrim ka ndaj Vlenit. Kështu që kjo është ajo që mund thuhet si hyrje. Tani, unë ka marrë pjesë goxha në procesin zgjedhor. Ndoshta për dikant janë risi këto lloj rezultatesh, po unë çdo kudo që kam qenë kam pas përballë pushtetit, sidomos në zgjedhje lokale. Dhe janë gjëra të cilët unë i kam kaluar në kurrizin tim si aktor politik. E tani, mirë se erdhën në realitet këto që e kaluan tani në kurrizin e tyre politik, se ç'është pushtet dhe mekanizma pushteti që përdoren për të fituar zgjedhjet, asesi nuk mund të quhen demokratike, sepse ndoshta ne çalojmë në shumë segmente, por në këto zgjedhje, dhe unë jam, me që është paraqitja e parë, shfrytëzoj rastin që të uroj fituesit që është Kristian Mickovski dhe kërkush tjetër. Apo është Vëmëroja. Po, Vlerësoni Vëmëroja është në kampin e saj ku ka garuar, zoti Sela, apo? Po, pra ka garuar edhe në Strug, edhe në Tetov. Si ka garuar në Strug në Tetov? Me përkrahje direkte, me votuesit e vet. Me uniformat e shtetit. Po tani këta komuna janë kryetarët shqiptar. Me polici speciale, që ishte aty jo për të ruajtur procesin zgjedhor, po për t'ju garantuar korridore këtyre të cilët shkonin dhe blenin votën. Dhe për ta përforcuar idenë e klientelës. Po, zoti Sela, mirë po ishte ndjes këto, sepse ishte pikërisht zëdhënësi, edhe në kryetari i BDI-s, Arber Ademi, i pari i cili tha që këto zgjedhje ishin ferë dhe demokratike. Nëse ka pas situatat të tilla, zoti Sela. S'jam Arber Ademi. Dakor, mirë po, jeni pjesë një koalicionit akoma. S'jam Arber Ademi, apo unë flasë kënd vështrimet e mija. E pranuat si proces demokratik dhe ferë, dhe tani krejt pas përfundimit të zgjedhjeve. Tani s'keni dëgjuar prej me jo, ju kemi për herë parë, po prandaj edhe po ju dëgjoj. Tani kandidat të cilët shkojnë dhe bëjnë asfaltim fusha sporti, rregullojnë bazene ujit për pije, e këto gjëra, unë mund të them që quhet ferë dhe quhet demokraci. Nuk është që në qoftë se hymë në historinë e demokracive botërore, sidomos më të konsolidume amerikane, apo? Unë nuk them që në fillim në shekullin e 19 më herët nuk ka pas kjo lloj demokracie që ne kemi. Kur blihej vota e qytetarëve aso kohë me një gjeldeti ose me, si thoni, me quranë, apo? I thotë kjo zona këndej. Ose dhe paka shumë ne jemi në të njëjtën situatë. Fatkeqësisht. Theme fatkeqësi dhe duhet ta konstatojmë në mënyrë që të dalim nga kjo situatë, sepse kërkush nuk ka drejt në emën të personales të shtesë të përgjithshme. Sepse nuk mundet disi, ne duhet dalim nga ky cikël vicios, ku secili e gjen një arsye performance se si e jep votën dhe nuk e jep për program dhe për ide, po e për me idenë që të ruaj vendin e punës ose të marrë një vend punë. Pa e pyetur kur veten se në emën të kësaj, me shtë drejtë jam merr të drejtën e qindra dhe mia vende pune të tjerë të rinjve shqiptarë. Po këtu ku jemi, zoti Sela, kush e krijoi këtë standard? Unë jo, sigurt. Po ju jeni protagonist politik gjatë kohë në skenë, dhe mund ta jepni këtë përgjigje. Abedin. Unë jo, sigurt. A është kështu? Jo, sepse nuk keni pas hapësirë të jeni gjatë kohë pjesë e pushtetit, pastaj hera herës edhe keni qenë. Ju lutem. E të tjerë që i përmendi qoftë në kampin e Vlenit, qoftë edhe në kampin e BDI-s që mund përmendën, po, e kanë krijuar këtë situatë. Dhe ne jemi sot viktimë, unë e kam thënë çdo herë. Ne përballemi me fenomene shoqërore që i kemi krijuar vetë. Edhe si politikan. Dikush sepse zhveshi nga platforma, ideja, ideali, organizimi politik shqiptar. Dhe organizimet e para politike për ta marrë përgjigjen shqiptare nuk u krijuan për pushtet. U krijuan për shumë më tepër se sa pushtet. Ndërkohë sot është zhvesh nga çdo ide tjetër.
organizimi politik dhe shëndru vetëm pushtet dhe interes të ngusht personal, grupor, e gjithë. Kështu që prandaj them, unë jo, nuk e kam krijuar këtë situatë, as klientelin, as shfrytëzimin e mekanizmave të pushtetit, por çdo kam qenë aty përballë, unë dhe Alianca për Shqiptarët, për t'ju bë ballë këtyre fenomeneve dhe këtyre mekanizmave. Dhe ja kemi arrit. Derisa na futën në vorbullën e ndodhive të cilët ndodhen me Aleancën për Shqiptarët, përsa kohë që unë nuk isha në krye të saj. Kështu që prandaj them, unë jo. Ne do ta vazhdojmë në këtë drejtim diskutimin. Unë jam viktimë e një fenomeni tjetër. Unë mundova që ta ruaj ato për çka janë krijuar subjektet politike shqiptare. Mundova që të krijoj një brum njerëzish, dhe të cilët janë në Aleancën për Shqiptarët që udhëheq unë, që në fund ditës politika është në ideal, mbi gjithë, është platformë dhe program, është interesi përgjithshëm ku e gjen veten edhe intereset personale të gjithë secilit. Sepse zoti Sela, po, kur ju dëgjojmë kur thoni ju, pra një lider partie, kur thotë që unë jam viktima, atë çfarë është populli në këtë rast, sepse ju keni simpatizant, keni vartësit tuaj, nëse ka ndikuar kjo skena politike që në ç'kuptim viktim. Ju viktimizoj juve, atë çfarë ka ndodhur me pasuesit tuaj, do thotë me ata që ndjekin rrugën tuaj, zoti Sela. Unë nuk përmenda viktim, çfarë viktime? Jo, mes tjera është thatë që unë jam viktim. Po, natyrisht ne do dalim të kjo çështja kryesore si proces politik. Si proces, dakord. Po tani, çka është e rëndësishme... S'fola për ndonjë viktimizim tjetër. A viktimi jemi gjithë si popull. Sepse nuk duam që të shohim realitetin ashtu siç duhet. E tjetër sol. Dhe me muaj të tërë merremi me idenë, edhe me vite, jo me muaj. Me idenë se kush në kaluarën se si është sjell gjatë qeverisjes dhe shohim të tanishmën dhe përditshmërinë e cila nuk ndryshon nga e kaluara dhe shndrohet akoma më keq dhe humbim të ardhmen. Kjo është fatkeqësia. Në këtë drejtim viktimi jemi gjithë ne. Ta dëgjojmë shkurt e qartë një mendim për juve që po dalim prej një procesi zgjedhor edhe pse janë zgjedhje lokale. Sigurisht që votuesit përçojnë mesazhe edhe përkundër fjalës hyrëse që e kishit ju. Megjithatë, votuesit shqiptar në zgjedhjet lokale e ndëshkoi Aleancën Kombëtare për Integrim apo e shpërbleu koalicionin Vlen për punën që po e bën në pushtetin qendror, sipas prizmit tuaj? Çfarë ndodhi këtë situatë? Zakonisht politika dhe zhvillimet shoqërore brenda një shoqërie nuk janë drejt ekskluzive të cilësimit të tyre vetëm nga ana e politikanëve. Përkundrazi, politikanët shfrytëzojnë shumë mjete të tjera që duhet t'i ketë një demokraci dhe një shoqëri. Dhe një ndër mekanizmat më të fortë që garantojnë lirinë e një vendi është liria e fjalës, që përfaqësohet nëpërmjet gazetarëve. Përpasoj, ju duhet ta keni përgjigjen e të arrirave të mëdha të Vlenit në këtë qeveri. Sepse në qoftë se unë e them, atëherë unë mund të jem subjektiv. Ja unë s'po e them, më thoni juaj, cila është një arrir e koalicionit Vlen në këtë qeverisje një vjet e gjysmë që duhet shpërblet. Ma thu. Nuk pyetja mbase mosh me është detyra juaj. Dakor, ne kemi thënë. Ja ma thuaj dhe unë do e pranoj. Çështja jonë ne i diskutojmë. Jo, zoti Sela. Po, dakor. Ma thuaj. Me të drejtë plot ju po pyesni. Atë po flasun. Jo, pyetja është e drejtuar në vend të gabuar sepse ne flasim për punë që nuk i bën koalicioni Vlen në mënyrë që ne bashkë me ju duke qenë në opozitë, sepse media zoti Sela është pjesë e mbështetjes të katër që ndihmon opozitari, po këtë thash. Po, dakor, në këtë drejtim ne jemi në anën e korrigjimit të pushtetit qendror ekzekutiv dhe ati legjislativ. Prandaj ne nuk kemi këtu për t'i kurorzuar do i them unë, po nuk dua me këtë, duhet ju them që nuk duhet t'i hike përgjegjësia secili që e ka një rol brenda një shoqërie. Apo. Kështu që prandaj thash, ma thuaj një punë që e kam bën nga premtimet që ja ka dhënë këtij popullit. Se në fund ditës demokracia përfundon është seriozitet përpara premtimeve që i jep në fushat, apo kaloj fushata e zgjedhjeve të kaluara nacionale dhe unë jam interesuar të dëgjoj një punë. A doni t'ju përmend tani se sa dështime ka. Se unë nuk po gjej një të arrir. A dështime ka plot.
u realizua në pikë e në presje. Gjithçka që deklaroi, aso kohë lider opozite në blokun Maqedonës dhe tani kryeministër. Preke heqja e balancuesit që e kene program qeveritar, që do zavencohet me ligj dhe sot e kësaj dite nuk është sjell ligji akoma, deri tek bërja çmos e heqjes balancuesit e thash. Të ndarjes së qytetarëve në rezident dhe jo rezident, që pastaj të jepet të bëhet ndarja e kreditit hungares duke i diskriminuar komunat shqiptare dhe shqiptarët, se duke ditur që shqiptarët nga halli janë shumicë si popullat jo rezidente, apo një formulim që nuk është në ligjin për regjistrim dhe as në kushtetuta, s'kund nuk e gjen këtë, përpasoj gjykata kushtetuese erxoi. Deri tek tendenca në po të njëjtit formulim që bën mënyrë që bëni gjykata kushtetuese për të heqë balancusin, ka kriju kushte që të hiqet edhe Badenderi, gjë të cilën edhe e paralajmëroi Kristian Mickovski në kohën kur ishte në opozitë që të hiqen edhe këto. Dhe më e tmerrshme nga gjithë këto, e di cila është, më e ndershme për mua do ishte të dalin dhe thonë jemi të pafuqishëm, se sa të dalin dhe thonë jo, asgjë, balancuesi keq përdorej. Unë jam dakord, tani më falë, më pyete. Edhe unë pyeta su përgjigjem, lejo të përgjigjem tani. Dakor, po mendoja që këtë temë do ta diskutojmë sigurisht në një pjesë tjetër, po jo, po ta përmbyll. Pa e përmbyll, nuk e zgjas shumë, se nuk po hyke banka shqiptare e premtuar që përfundoi me bankë serbe e hapur. Apo nuk po hyke tjetra që e thot Parlamenti Evropian dhe jo unë që çdo ditë Maqedonia po bëhet pjesë e botës serbe. Apo, domethënë, dhe më e tmerrshmja nga gjitha këto ngatrojnë decentralizimin me kredin. Apo mundohen që të shesin përpara shqiptarëve kredin që duhet ta kthejmë ne përsëri. Jo me popullat rezidente dhe jo rezidente, po të përgjithshme, më tepër se ç'kemi marrë, apo edhe si shqiptarët, e mundohen dhe ngatrojnë me decentralizimin. Decentralizimi është komplet gjë tjetër, nuk është një kredi të cilin e merr ti dhe që duhet ta kthejsh me kosto shumë madhe, po decentralizimi është shumë më tepër se sa lëmosha që ta jep kujdi unë qeveria, që të tregosh që ja ti pas ke marrë diçka. Apo decentralizimi është burim i përhershëm, sidomos ai fiskal dhe financiar, burim i përhershëm i të ardhurave për çdo vit dhe jo një kredi dhe një projekt të cilin e merr. Ai e shfrytëzon gjysmën për disa projekte infrastrukturore, gjysmën tjetër të kreditit janë dhanë bizneseve dhe në këto biznese nuk është asnjë shqiptar, asnjë biznes shqiptar. 250 milion euro. Po. Kështu që mund flasim akoma, po të luash relativizuesin e gjëmës që po ndodh, të jesh është njësoj të jesh bashkëfajtor me atë që po të bën gjëmën. Këta ka bë vleni gjatë gjithse periudhe. Edhe me aktorët që kishte, edhe me aktorët që ka. Dakor. Tani zoti Selat për ta përmbyllur çështjen e zgjedhjeve lokale për të kaluar tek tema tjera që i kemi planifikuar për të diskutuar me ju këtu sonte, si aleancë për shqiptarët në kuadër të Aleancës Kombëtare për Integrim, zoti Sela ju garuat në Haraçin, në Dibër dhe në Struk. Për fatin tuaj të keq, rezultati nuk doli në anën tuaj. Çfarë ndodhi në këto 3 komuna, çfarë nuk shkoi për së mbari zoti Sela? Pse nuk fituan kandidatët tuaj? Nuk fituan, për këtë duhet përgjigjen votuesit të cilët votuan. Ne kemi pas në Struk, paktën e di shumë mirë që kandidati ynë fitoi zgjedhjet. Tek votuesit shqiptar minimumi 3.000 është diferenca me kundër kandidatit. Apo? Tani është çdo herë, unë e thash gjithmonë sa herë që ka zgjedhje në Struk, nga njëra anë është zgjedhin Sela, nga ana tjetër është i gjithë pushteti bashkë me partinë e opozitë nga bloku Maqedonës dhe aty është plus Ramiz Merkoja dhe plus edhe në rastin konkret edhe Mendiqyra. Domethënë
Po kjo i është, fut në të njëjtën anë edhe zotin Berku? Po bashkë ishim. Kjo është fshehtë publike në Struk. Edhe Vamaroja, edhe zoti Merku, edhe zoti Qyra ishin bashkë në këtë garë, që mundohet të paketohet pastaj si ndryshim. Apo, çfarë është ky ndryshim, unë nuk arrit ta kuptoj. Po si do që tjetë, dhe me dhe ndodhi kjo, dhe në qoftë se i shihni rezultatet, ne kemi humbur thellë në tek votuesit maqedonës. Prandaj thash që fitore në qoftë se duhet t'i urohet dikujt, është t'ia urosh Kristian Mickovskit, ai fitoi zgjedhjet. Here e dytë që po uroni, po dhe të diskutojmë më se po ndodh kjo, po megjithatë zoti Sela çfarë ndodhi sipas prizmit tuaj në komunën e Kosovës dhe në Brvenic? Vidim, gjatë gjithë periudhës ka pas thirrje, deklarata të turpshme nga ana e kryeministrit të vendit, duke u bë me gisht tyre burrave shqiptar të mëdhej, duke thënë keni kujdes, si e keni marrë vot prej Maqedonëve, dhe i ngrenë dhe formën se si e thot ke marrë vot prej Maqedonëve, më thënë këto popull i zgjedhur, apo, që pas kam votu ca si Bilal Kasami, e ku di unë kusht tjetër, mos them në i fjalë tjetër, apo, dhe thot ju duhet bëni kujdes. Ne nuk kërkojmë asgjë, veç falënderim, dhe ne nuk kërkojmë asgjë, sepse kemi plan dhe qëllim. E planin dhe qëllimin, unë nuk e di kush cili është, dhe këtë duhet të thot kryeministri i vendit bashkë me eksponentët e Vlenit. Cili është plani dhe qëllimi. Këta ua ka bërë shqiptarëve që ta dinë ç'është plani dhe ç'është qëllimi. Realisht. Mirë, po, nga kjo studio, zoti Sela. Abedin, unë s'kam qenë ke kjo studio. Po, jo, unë desha të referohem analizave që e bërë. Po sa çështën komunën e Kosovës, është konstatuar se AKI ka gabuar me kandidatin që e ka përgjellë. Do keni radhën. Në komunën e Kosovës, AKI-a, brenda AKI-s, kandidatura i ka takuar BDI-s, dhe BDI-a e ka nxjerrë atë kandidat. Po. Dhe unë parimisht nuk lejoj kush në përzihet në kandidaturat e mia dhe kur nuk i përzihem tjetrit në kandidaturat e tjetrit. Dhe kjo është edhe në raport me koalicione brenda kampusit shqiptar, po edhe në raport me koalicione me parti politike në Maqedonës. Kurse kam lejuar këtë dhe nuk do e lejoj as në të ardhmen. Kështu që Brvenica, edhe Kërçova, ishte pikërisht kjo, ndodhi pushteti, atë që e thash në fillim. Fatkeqësisht shqiptarët asesi dalin nga loja e pushtetit. BMRO DPMNE-ja ka reaktivizuar të njëjtën gjë që e përdorte edhe Nikola Gruevski. Pushteti. Duke josh shqiptarët me pushtet, dhe duke thënë keni kujdes, sepse do e humni pushtetin. Apo. Dhe këtu shifet pastaj vizioni dhe qëndrueshmëria dhe kauzat politike që përfaqësojnë kryetarët e partive politike shqiptare. Kryetarët të cilët i ndrojnë deklaratat në varësi të qytetit ku deklarohen, a janë në Shkup ose në Tiranë, apo në Prishtinë, ose në varësi të asaj që flasin në gjuhë shqipe, apo për ndonjë televizion Maqedonës, bëri që Brvenica të humbet. Për kë e keni fjalën, zoti Sela, për cilin kryetar? Për shembull Bilal Kasami. Apo të njohur janë deklaratat e tija që fillimisht deshi për krah kandidaturën shqiptare në Brvenic dhe pastaj u tërhoq. Apo dhe duke ndrru deklaratat në çdo moment. Apo atyre të cilët u rrinë mbas shpinën çdo herë tutori dhe u thotë që të flasin maqedonisht që të kuptojnë ai fjalë. Që u merret fjala duke dhënë preskonferenca. Apo, do thënë situata është tepër alarmante, do thënë të sjellja e politikanit shqiptar të kësaj lloj kategorie shifat që ne jemi me të vërtetë. Jemi me një situatë tepër alarmante. E aq më tepër, e dini kush është? E keqja më e madhe. Unë e kuptoj që një kryetar partije si i pari, që udhëheq një subjekt politik, që me terma për krahasim, me terma ushtarak, generali i një ushtrie, apo unë kurse kuptoj që ky general duhet sakrifikoj ushtarët e vet për të arritur qëllimet e tija.
E kundërta po, një lider sakrifikon veten në mënyrë që kandidatët që i kanë nxjerrë në teren të mund të arrijnë fitoren. Apo, në situatat të tilla unë kam qenë vetë në 2017, kur kam sakrifikuar veten me koalicionet që kam bërë, asë koha në raund 2, mirë për rezultati final ishte unë sakrifikova veten, po fitova 3 komuna në zonën 6, zgjedhore. Apo, përballë një pushteti, edhe asë kohë, dhe jo rastësisht Aleanca erdhi nga 3 deputet në 12 me njërë pas 4 vite, apo, sepse punoja me strategji dhe me plan për të arrit aty ku arritëm. Apo, derisa unë e udhëziqa këtë subjekt politik. Kështu që kjo ndodhi me Bërvenicën. Jo 12 ishin. Nëse keni fjallën e zgjedhjeve të vitit 2020, 8 ishin të Aleancës Unë flas dhe 4 të unë Alternativës. flas sa nxorrëm si koalicion. Dakor, po. Brenda koalicionit, sa ishin dhe kush ishte bartësi asaj ati koalicion. Ishte Aleanca për shqiptarët. Dhe natyrisht duke bartat koalicion, ne kemi dhënë më tepër se sa meritonte aso kohë Alternativa, në mënyrë që të arrihet ndryshimi sa më shpejt dhe një ndryshim i njëmënd, apo jo të tillë siç e shohim tani. Kështu që ja ku i keni përgjigjet për Bërvenicën, ashtu siç po nuk i dëgjova që deklarohen për Butelin, që ishte një moment, e dini sa e rëndësishme është që të udhiqet Buteli nga një kryetar shqiptar. E për këtë që... Brenda për brenda qytetit të Shkupit, ndërkohë që si votues shqiptarët në Butel janë mbi 51%. Apo. Kështu që është shumë e qartë që në emën të interesit për pushtet, për nevoja personale, ushiten objektiva strategjike të shqiptarëve tu në Maqedoninë e Veriut. Apo. Tani Kërçova, natyrisht që edhe në Kërçovë u luajt loja e pushtetit, kërkush nga eksponentët e Vlenit nuk guxoi që të deklarohet që vota e shqiptarëve të shkojë te shqiptarët. Apo. E ke segmenti tjetër pastaj ndodhive që ndodhen, nuk është që më takon të hyj për sa kohë që s'ka një konfirmim apo skandalet të gjithë. E nuk është e udhës që unë të merrem me këto çështje. Por vlerësoj se mungoj një thirrje, sido që ndodhi. Mungoj një thirrje nga ana e kandidatit që ai duheshte ta bëj thirrjen, unë nuk e kam sugjeruar një gjë të tillë, sepse vlerësova që duhet ta bëj vetë, që të bëj thirrje shqiptarëve që të votojnë për vazhdimsinë e asaj komune të udhiqet nga shqiptarët, dhe ky duheshte menjëherë t'japë dorëheqje sapo me që dolën ato që dolën, që unë përsëri them pa një epilog gjyqësor s'mund merrem për vërteta, apo. Po ky do ta bënte gjën më të bukur që duhet ta bënte, duke i thirrë njerëzit që të votojnë dhe pastaj përsëri të kishte rivotim në komunën e Kërçovës. Zoti Sela, ju mes tjerash në fjalën tuaj tani përmendet më shumë se një herë fjalën sakrificë, që në situata të caktuara edhe lideri duhet të sakrifikohet. Kësaj radhe në komunën e Strugës sa e kursyet veten, zoti Sela? Jo, nuk është që kurseva veten. Dini si, para punës, unë nuk kam hyrë dhe nuk kam përfunduar në kryetar partije që të bëj garë për një komunë. Pastaj unë me arroni shumë elemente tjera. Cili është problemi kryesor që sot ka qeveria? Në çfarë konteksti, zoti Sela? Në kontekstin e numrave në parlament. Nuk besoj që ka problem, është qeveri stabile. Sa i ka numrat? Është qeveri stabile që funksionon do të thotë në kuadër të 3 partnerëve të koalicionit. Nuk e ka 2/3 e kuvendit, po ka një shumicë konsoliduar. Që nuk e ka Badenterin, apo? Jo, Badenterin nuk e ka. Në qoftë se unë nuk do isha kandidat, mbas me e vjen një deputet i Partisë Turke. Apo? Dhe unë nuk e lejoj veten që të humbet Badenteri, për shkak se unë pata veç tjerave, apo edhe ky ishte një element shumë i rëndësishëm. Unë e di pastaj që do nisi pastaj propaganda, e bëni me qëllim, e bëni pa qëllim, dhe çdo ligj që do kalon dhe faji do ishte te zjadimi.
apo sepse e humbi badenterin me ose pa qëllim. Kështu që Ju bas kësaj, kështu që vlerësimet, po vlerësoni zoti Cela se nëse do të hynin garë, do ta fitonit garën, me që veç e keni menduar opsionin se kush do t'ju zavendsoj në listën për deputet? Po tani patjetër kur hyhet garë, hyhet për të fituar. Po dhe kësaj edhe me zotin Arsim Dalipi hynët për të fituar zoti Cela, por nuk ndodh. Edhe me zotin Arsim Dalipin e kemi fituar. Kush është sot në burimi, krye të pra komunës? ky është problemi që gjërat në opinion nuk thuhet më ashtu siç duhet. Burimi i legitimitetit tim, Abedin, burimi i legitimitetit të doktor Arsim Dalipit, burimi i legitimitetit i eksponentëve të Aleancës për shqiptarët nga Likova e deri në Struk, kus kemi pretenduar që duhet jenë votuesit Maqedonës. Këtë kemi të theksuar edhe në emër, edhe në program dhe në kauzat të cilat i çojmë përpara. Kështu që Arsim Dalipi te shqiptarët ka fituar dhe ka humbur prej votuesve Maqedonës. Kjo është e vërtetë. Dakor. Zoti Cela, ju mes tjera shpërmendët edhe komunën e Butelit, mirë po pas përfundimit të zgjedhjeve lokale, tani vjen faza ose procedura për themelimin e organeve tjera lokale në komuna të ndryshme, me theks të veçantë në komunën e Butelit, në komunën e Bërvenicës, në komunën e Kërçovës dhe në komunën e Strugës, për nga vini edhe ju, është parë një bashkëpunim i papritshëm dhe befasues në mënyrë të sinkronizuar mes VMRO, DPMN-s dhe LSDM-s, për të zgjedhur kryetarin e këshillit dhe për të zgjedhur edhe anëtarët tjerë përbërës të komunës. Si e vlerësoni ju këtë bashkëpunim mes VMRO, DPMN-s dhe LSDM-s? Apo krijohet një aleancë e re maqedonase antishqiptare? Kjo ka qenë krijuar. Si e shihni këtë rezultat që u kriju pas zgjedhjeve të 2021-shit, kur LSDM-ja ra aq poshtë dhe u kriju një forcë politike e re që i garanton numrat për të kriju 61-shin dhe që faktori politik shqiptar të jeti defaktorizuar. Apo? Kështu që mos e shihni me shumë habi këtë, sepse ky koalicion nga ana tjetër është sepse përmendet veç dy element, VMRO dhe LSDM. Mos e përjashtoni Vlenin nga këto plane dhe qëllim. Është po e njëjta logjikë. Në disa raste kanë abstenuar. A kanë abstenuar për çka? Që ta rrihen qëllime tjera. Për të mos votuar një kryetar këshillit azam në Bërvenicë. Po pse nuk janë bërë bashk që ta votojnë kryetarin e këshillit bashk? Apo. Kështu që edhe në Struk, për shembull, po shoh tendenca që mundohen që të kamuflojnë realitetin që ndodhi gjatë zgjedhjeve, që është e shkruar në numra dhe në vend votime, për shkak se Struga qartazi tregon se kush nga ka votuar, për shkak se shumicën e vendbanimeve i ka të pastra etnikisht, ose shqiptar ose maqedon, apo dhe duke qartës bashkëpunimi i kujt me sin ka qenë, shifen edhe tek lista e këshilltarëve se kush kënd ka për krah, apo. E tani edhe atje duhet, prandaj thashun pak më herët, duhet të shihen planet dhe qëllimet. Kush janë planet dhe qëllimet që i paralajmëroi Kristian Mickovski? Po zoti Cela, ato janë çështje të brendshme të atij subjekti politik dhe ne tani të predikojmë, por në qoftë se janë të brendshme, nuk ishte se si thuhen publikisht. A u thanë publikisht? Jo, nuk u thanë, vetëm u përmendën se ka plane, po cilat janë ato. Me gisht të drejtuar, keni kujdes. Ne kemi plan dhe qëllim, dhe ju duhet silleni ashtu siç u themi ne. Dhe ashtu siç u thanë ata, ishte të humbët Kërçova, të humbët Bërvenica, të humbët Buteli, e tani pjesa tjetër e planit siç duket janë këshillat në Kërçov, në Bërvenic, ndoshta. Apo tentohet që për koordinimit të lihen jashtë proceset të vendimarrjes. Ndoshta edhe në Struk, edhe gjithandej, dhe ky është një plan, po qëllimin vetvete do duhet ta shohim. Apo kur gjërat funksionojnë, nuk them që nuk duhet ketë marrëveshje, po në qoftë se duhet zgjidhet në Kërçov ose në Bërvenic, ku diun kryesues këshilli tjetër, atëherë ç'kuptim ka që Vleni jep përkrahje në qytetin e Shkupit, krijimit të këshillit qytetin e Shkupit, ose në ndonjë komunë tjetër. Apo jo? Sepse këtu duhet bëhet balanci ose baraspesha e gjërave që duhet ndodhin.
Zoti Cela në hyrje përmendëm që me njerë pas zgjedhjeve lokale ka pasur marrje ose nxitje të aktiviteteve të këtë gjitha partitë dhe subjektet e caktuara. BDI po paralajmëron reforma brenda partijake, Vleni është në proces të zgjedhjes, marrjes së një vendimi që duhet shkrihen në subjekt ose të vazhdojnë ngjashëm se janë. E përmendëm që do të diskutojmë për fatin e Aleancës për Shqiptarët. Një vendim i cili ngjalli interesimin e publikut dhe më tepër ishte befasues për publikun se sa i pritur, është fjala për dorëheqjen e krenar Llogës nga Aleanca për Shqiptarët. Zoti Lloga është përpas që miki juaj bashkëpunëtori i afërt, konsideroj si një nga njerëzit më të besueshëm për ju. Me njerë pas disfatës nga zgjedhjet lokale, Zoti Lloga mori një vendim cilin e publikoi në rrjetet e tija sociale. Tani pyetja shtrohet në drejtim që a ishit të njoftuar Zoti Cela paraprakisht që Zoti Lloga do të dorëhiqet, apo vazhdimësia e Zoti Lloga mund të përcaktohej nga rezultati i zgjedhjeve lokale, çfarë ndodhi dhe si e pritet këtë vendim? Natyrisht që s'mund të them që e kam prit mirë këtë vendim. Fatkeqësisht dini si, ne kemi kaluar moti si shoqëri. Umberto Eco e thot shumë bukur me një kolumn të tij, thotë ajo e famshmja cognito ergo sum, mendoj prandaj ekzistoj ose jam. Është zëvendësuar me tweeto ergo sum. Do të thonë tweetoj dhe prandaj jam. Apo natyrisht që nuk është mirë që vendime të tilla të bëhen publike në rrjetet sociale, sepse në fundit vendimet të tilla bëhen te kryetari i partisë, dorëzohen dorëheqjet, nuk dorëzohen, nuk bëhen. Po, sepse një përvojë të tillë të hidhur kishte edhe me zotin Taravan. Sido që të jetë, po pra. Sido që të jetë shkaqet e largimit të zotit Lloga, ai ka bërë vetë publike në rrjetet sociale dhe unë nuk kam sa shtoj në atë që ai ka publikuar. Ne kemi qenë me një mbledhje të kryesisë së ngushtë ku ka qenë prezent dhe ku e paralajmëroi këtë. Natyrisht ai vazhdon të jetë përkrahës dhe antar i Aleancës për Shqiptarët. Po, nuk e di, njerëzit gjatë një rrugtimi edhe lodhën, apo edhe ka nevojë ndoshta për kohën ndaj vetvetes. Dhe unë nuk kam çfarë shtoj nga ajo që vetë ka shkruar zoti Lloga. Po, sepse ka shkruar tani do të vazhdoj të jetë aktiv në skenën publike, por për të vallëzuar pa një koreograf mbi të. Jo, pa koreografi, por solo. Kështu e kishte shkruar. Unë them çfarë pa deklaruar. Aty ku ishim me kryesit ngushtë, unë do të vazhdoj të jem përkrahës i Aleancës për Shqiptarët. Paka shumë kjo ishte, dhe unë nuk kam çfarë shtoj. A e shihni si një figurë të rikthyeshme sërish në kryesinë qendrore të partisë apo si një figurë e djegur parashat? Organizimet politike janë vullnetare, apo dhe figurat politike nuk merren, nuk rikthehen ose kthehen nga dëshira që kam unë ose jo. Figurat politike merren me angazhim politik dhe hipin lart në hierarkinë partijake në bazë të vlerësimit që u bën bazë e një partije. Kështu që ne vazhdojmë përpara to që jemi, dëgjoj, situata të tipit periudha post-zgjedhore që duke dashur që ndërtoj dhe ta plotësoj vizionin që unë kisha për politikën dhe që vazhdoj ta kem. Unë vetë jam ndër ata që kam dhënë dorëheqje nga kreu i partisë për një rezultat zgjedhor për zgjedhje lokale në Tetov. Në vitin 2022. Duke reflektuar përgjithësi, po. Në vitin 2022 që ishte vetëm zgjedhje për këshilltar, apo në një periudhë që as zgjedhje nuk mund të quheshin, po sido që të jetë, unë mora përgjithësi. Për shkak se vizioni im për Aleancën për Shqiptarët ishte një parti politike që do ketë brenda saj 1, 2, 3 ish kryetar dhe një kryetar që udhëheq bashkë me këto ish kryetarët, apo. Dhe ish kryetari i parë patjetër se duhesh të jem unë, me 2 mandate që duhesh të t'i kryej, sepse jam edhe themeluesi dhe kryetari i parë i saj. Gjithë. Dhe kjo bëhet fjalë për një vizion dhe unë prandaj kam vështirë që
ta gëlltiz dhe ta fal një gjë të tillë që të kthen me veprimet pamatura në gjëra të cilet normalisht unë nuk i kam menduar që do duhet t'i bëj. Po fjalën e kam. Aso kohë kur unë u largova, partinë e lash shumë mirë. Ja e lash me 8 deputet, po them, edhe pse fituam 12 si koalicion atër. E lash me 3 komuna, e lash me mbi 60 këshilltar, partinë e 4 në nivel republikan dhe e 2 të bloku politik shqiptar. Apo për nga fuqia politike. Dhe kur është mirë, unë edhe largohem. Sot partia është keq. Që po flasim, apo? Po. Kur është keq, unë vazhdoj. Dhe e ringrej. Dhe do ta ringrej atë që ishte dikur mirë dhe do ta bëj përsëri mirë. Dhe të gjithë antarët e aleancës për shqiptarët duhet me këtë logjik të gjykojmë. Sot ne kemi nevojë për gjithë secilin prej tyre. Edhe ato që për një moment janë lodhur, ju them që nuk guxojnë të lodhen. Sepse dini si kam folë edhe në fushatën për këtë fenomen. Kur njerëzit flasin për interes, edhe unë do të flas për interes. Po, politika është interes, po jo interes personal. Politika është interes gjeneratësh, brezësh. Politika është amanet të parësh, gjyshës e baballarësh, gjyshës e nënësh. Po politika është amanet për gjeneratët që vinë, për ardhmërinë që duhet krijojmë për shqiptarët tonë me Maqedoninë e Veriut. Dhe prandaj kërkush nuk guxon të lodhet për antarëve të aleancës për shqiptarët. Kërkush nuk guxon të dorëzohet, e aq më pak të bëhet pjesë e lojës që i imponon subjektet VMRO dhe PMN-ja, që për fat të keq mund ta them me bindje të plot që është i vetmi subjekt politik i etabluar dhe i organizuar për momentin jo vetëm në kampusin politik Maqedonës, por në të gjithë shtetin, dhe prandaj ka komoditetin që të bëj loj me joshje pushteti, atë kjo loj e joshjes me pushtet, ardhmëria jonë nuk është e ndritur, është e zymë. Zoti Sela, në interes të kohës, ajo që intereson publikut është ky realitet që ka ndodhur në partinë tuaj me cilën ju e drejtoni aktualisht. Dalja e zotit Lloga nga Aleanca për Shqiptarët në këtë moment cilin ju vetë se e konstatuat dhe e pranuat një realitet. E ka dëmtuar ashën, zoti Sela, apo në realitet mund të nëse shihet nga prizmi tjetër. Kjo dalje e zotit Lloga a mund të jetë një promotor ose një katalizator që mund ta përshpejtoj procesin e një ribashkimi të mundshëm të Aleancës për Shqiptarët, krahut tuaj dhe krahut të zotit Taravari, që të ktheheni aty ku keni nisur në pikën 0. Pse duhet vendohet krenari në kontekstin e ndasive që i ndodhen Aleancës për Shqiptarët? Sepse dalja e krenar Llogës, një nga figurat kryesore të Aleancës për Shqiptarët pas jush, personit cilit i kishit besuar edhe udhëheqjen e Ministrisë së Drejtësisë, në këtë kontekst nuk është që nuk mund të përçoj edhe një sinjal tek votuesit e tek simpatizanët e antarëve të tjerë të kësaj subjekti politik. Duhet të jesh i sakt në gjërat që i bën. Në kohën kur Aleanca për Shqiptarët është bërë pjesë e qeverisë dhe janë caktuar ministrat, kryetar ka qenë Arben Taravari dhe jo Zjedin Sela. Tani ti e vendon krenarin në kontekstin e një njeriu i cili pas ka bën ndarjen dhe ka pamundsuar bashkimin e Arben Taravarit me Zjedin Sela. Jo, unë nuk po e them këtë, po e thonë ju. Ama kështu e parashtroni pyetjen. Po jo e keq kuptuar. Ama dëgjojeni veten. Jo, unë po e dëgjoj. Tani dalja, dëgjoj. Pyetjet janë Avedin, kur mirë menduara dhe strukturuara. Kur thua largimi i krenar Llogës, a do ta bëjt mundshme tani parafrimin? Po, sepse zoti Sela i bie që ky pas ka qenë shkaku që ne jemi. Jo, këtë po e thoni ju, zoti Sela. Jo, po kështu tingëllon. Tani ta sharoj pyetjen e mirë. Sepse unë në kontekst të kësaj, në këtë kontekst. Faleminderit shumë për këshillat, për sugjerimin. Si e bëni ju, dëgjoj. Shiko, zoti Sela, vetëm të korrekt me pyetjen edhe me zotin Llogar. Sepse
Ama prit të asgjëra. Zoti Lloga. Zoti Lloga u largu prej kreu të aleancës, vazhdon të jetë antar i aleancës. Nuk e ka thënë këtë. Këtë në shkrimin e tij e ka thënë që nuk jemi lirë. Do e pyetni në rregull. Në qoftë se ka thënë, okej, unë them çfarë ka thënë përpara nesh, atë që e ka shkruar kishit lexu bukur qartë edhe ju, sepse me një moment e përmendet, aty në tekstin ku e shkruan, ndërheqjen e tij nuk përmend fare se vazhdon qëndroj antar i aleancës. Në rregull, dhe nuk ka pse vendohet në kontekste të tjera. Tani ta sharoj unë pse po e parashtroj këtë pyetje zoti Sela. A mund parashtroni ju pyetje që i parashtroni raport me zotin Taravani, s'ka problem. Dakor. Jo, nuk ishte çështja se zoti Lloga ka qenë pengesa për mosbashkimin tuaj, por është çështja që dalja e zotit Lloga nga Aleanca Bashkëkombëtare të cilën e udhëhiqni ju mund krijojë edhe pasoja dhe zbrasire dhe dalje të tjera, sepse nëse një figurë kryesore peshën politike dhe ndikimin që e ka pas në është zoti Lloga, kur ka vlerësuar se në këtë moment politik duhet ta braktisë subjektin politik, tani edhe antarët tjerë të thjeshtë, simpatizanët e subjektit që ju udhëheqni, mbase mund të vazhdojnë në këtë rrugë të zotit Lloga. Dhe si mekanizëm parandalues të mos shpërbërjes së partisë tuaj që ju udhëheqni, mbase mund ta keni si opcion ribashkimin me një kohë ose afat më të përshpejtuar se sa mund ta kishit planifikuar. Lecin kështu. A është e qartë zot? Lecin kështu. Me zotit Taravani. Nuk ndodh në atë formë si e mendoni ju. Në vetëm po e shkrim si pyetje po. Bashkimin me zotin Taravari sepse nuk ka për të ndodhur. Sepse nuk do ketë bashkim. Harrojeni. Sepse unë akoma nuk i kam kuptuar pse ndodhi ndarja. Unë akoma nuk e kam kuptuar dhe nuk mund të ketë ribashkimin në njeri i cili ka keq përdor organet e partisë. Dhe unë nuk e di për çfarë ribashkimi flisni. Po flasim për një ribashkim sepse edhe ju, edhe zoti Taravari aktualisht nuk jeni në gjendje stabile politike. Të dy krahat që ju udhëheqni nuk janë politikisht në gjendje të favorshme dhe shpëtimi dy paleve mbase mund të parashikohet një ribashkim i juaj. Dhe ju mendoni që unë mund të shoh ëndra me syçel dhe stabilitet politik të llogarisë në ta kem krah Arben Taravari. Jo, këmbejtën kuadrat negociatave që mund të më jo stabilitet të mundshëm, nga kjo s'do kisha kurrë. Që duhet një njeri i cili ka tradhtuar njerë, se s'kam dashur të fol kurrë me këtë gjuhë, apo jo, i cili t'i lën një parti me gjithë ato atribute që i përmenda pak më herët. Plot e mirë, me deputete, komuna, e këshilltare, gjithçka. Dhe që pa bërë vitin e bën pikë 5 njerë, e bën pikë 5 2 herë, apo edhe pas zhvillimeve tjera të cilët ndodhen. Kështu që mos shihni ëndra me syçel. Unë bashkohem me Arben Taravarin është mision i pamundshëm. Unë për të bashkuar partinë, po është mision i mundshëm. Po me Arben Taravarin jo. Mbetet shihet, sepse praktika ka dëshmuar që asgjë nuk ka befasuese zoti Sela. Megjithatë, forma se si na u drejtuar që ne mos shohim ëndra syçel, nuk janë çështje që burojnë nga ëndrat tona, janë çështje të aktualitetit politik dhe ne po i shtrim si pyetje. Prandaj për mos tu keq kuptuar. Në këtë drejtim, sepse kur po themi që nuk ka asgjë të pamundur, e keni shembullin e ribashkimit të zotit Kasami me zotin Gashi, zotin Zekiria Ibrahimi. I të njëjtin fat i kishte dikur edhe Lëvizja Besa, edhe pas 5 viteve i gjetëm të bashkuar në një koalicion pra të cilën sot e quajmë vlen. Pra nuk kemi secili kemi veçantit tonë. Pra është jemi gjithë njësoj. Sepse kur jemi këtu te ribashkimi juaj zoti Sela, ka qenë edhe një iniciative e zotit Shabani, që aktualisht akoma është kandidat për kryetar komune në komunën e Vrapçishtit, i cili pati thënë publikisht që ai personalisht do të angazhohet në këtë drejtim. Dhe nuk është që ka pa ndonjë përgjigje se në cilën anë ka qenë bllokada zoti Sela. Ju jeni kundër ribashkimit? Abedin. Pa i publikisht pa deklaruar që kur nuk e tradhton zjedin Selën, apo. Tani kujt publikes t'i besojmë. Tani a ka pasur tentime të tilla? Më se nuk është dëgjoj, i zotëria unë nuk ja kam bë borxh që t'i bëj gjithë ato hapa politik që i bëni, apo? Dhe ja ka të vështirë që t'ulet dhe të më shofen sy, sepse e din që më ka punuar pas shpine. Kështu që në mendje nuk e çoj që Isir Shabani mund t'jetë ai faktori i madh
i cili mund bashkoj, ku di unë, subjekte politike. Dëgjoj, nuk është, unë t'i di, duhet t'i di përgjigjet e ndarjes, pse? Zoti Sela, nëse akoma e keni mendjen të ndarë, po nuk e kam, dëgjoj, si në proces të ribashkimit. Që e keni të patjetërsueshëm. Partia do të ribashkohet në strukturat e saj. Po, nuk është bashkim vetëm bashkimi i dy figurave politike. Mirë, po nëse ndodhja ka ndodhur prej larg, sepse ky lloj bashkimi vetëm mund t'i komplikoj punët në teren. Në ç'kuptim? kuptim? Në kuptimin e mosarritjes së sinergjisë që duhet të antarëve të bazë poshtë, të cilët për hir të së vërtetës u anatemuan në periudhën vjet kur ndodhi ndarja apo jo. Ka një vit e ca kur ndodhi ndarja. Zoti Sela, tani pyetëm për parashtrojmë shumë për drejtë përgjigjen ta kemi qenë. A më të vështirë shef në ribashkimin me zotit Aravari apo e kishit kalimin në një koalicion të përbashkët me BDI? Sepse folet për sinergjin, folet për çështje se si do të pranohet në teren. Tani shkuat atje ku realisht është edhe një ndër shkaqet që unë nuk e kam të lehtë që ta kapërdini gjë të tillë. Ju akoma se keni kuptuar cili ishte shkaku kryesor që unë shkova në koalicion me BDI? E kishit të patjetërsueshëm. Të lutem. Problemi i imi dhe për të mbijetuar politikisht dhe i Arben Taravarit aso kohë, nuk është që unë isha idhtari i idesë së koalicionit me BDI. Duhet ta kuptoni këtë dallim esencial. Unë isha idhtari i idesë që Aleanca për Shqiptarët duhet shkojë vetë në zgjedhje. Ndërsa Arben Taravari i kishte opcionale. Edhe Vlenin, edhe BDI. Këtu është ndallimi ynë kryesor. Ndërsa unë isha strikt për të shkuar vetë në zgjedhje. Po, zoti Sela, po momentumi politik që ishit atë posë të në interesuar, me një anë koalicioni Vlen, me një anë BDI, të shkonte Aleanca për Shqiptarët e vetme, ajo... Po kjo nuk takon ty, takon mu, absolutisht, takon të ne. Absolutisht, po ne po e shtrim si çështje që në atë momentum politik... Mos hyni ju në këtë analizë, hyni në analizën të cilën unë po ta them. Dhe kjo është dallimet që kemi pas ne. Dhe unë të siguroj që Aleanca se kalojmë në mënyrë hipotetike për një gjë që ka kaluar tani më, Aleanca për Shqiptarët do dilte shumë mirë dhe tepër mirë në ato zgjedhje. Nuk do realizoj plani i Mickovskit, që paralajmëroi para kohë shpërbërjen e Aleancës për Shqiptarët aso kohë. Nuk do realizoj plani i Vlenit, ndoshta, si krijesë që është e Mickovskit. Aleanca për Shqiptarët për vete do dilte shumë mirë si subjekt politik. Kështu që unë po them cila është në gjeneza kryesore dhe problemi kryesor i asaj që ndodhi vitin e kaluar, që ju më parashtroni pas të pyetjen, po ka qenë vështirë. Ka qenë gjë që unë se kam imagjinuar ndonjëherë vetë, që do të ndodhe diçka e tillë. Dhe në këtë rrugë mund ka shtyr Arben Taravari. Apo, e nuk falet lehtë kjo punë. Paktën pa e kërkuar falje. Paktën pa reflektuar që ke bërë gabim dhe dini kush është më absurde. Sepse në gjatë kësaj periudhe kanë qenë të cilësuar për krahësit e mije, antarët e Aleancës për Shqiptarët, si tradhtarë. Kishin pak pushtet dhe nisi shokun ta nxjerrë prej pune, me joshin me pushtet. Sjellë që as pak s'dallon, as nga 20 vjeçari i kaluar, as nga i tanishmi i kësaj vazhdimësie të atij 20 vjeçari. Apo. Dhe mendoni që është e lehtë një gjë e tillë, i njëjti veprim të cilësohet si tradhti, njëherë. Dhe po i njëjti veprim tani të cilësohet si patriotizëm. Pa marrë guximin që dalisht thuash që më fal Zjadin Sela, se ti kise pas drejt vitin e kaluar dhe unë që kam gabim, e nuk mundesh të cilësohesh si akt i lartë patriotik, a bëret njëjtin veprim që bën Zjadin. Ndërkohë që ti ke pas zgjidhje, unë s'kam pas zgjidhje. Dini cili është realiteti sot? I hidhur. Ne nuk i kemi shtresuara linjat politike si duhet. A e dini kush është qeverisat? Në qeverinë kuadrët të Aleancës për Shqiptarët? Në qeveri sot kush është me VMRO DPMN? Është koalicioni Vlen, zoti Sela, në kuadrët e cilët janë disa subjekte politike. E duke njohur subjektet politike dhe eksponentet e këtyre subjekteve politike,
të vlenit, unë po të them me plot të drejt dhe kështu është, që në qeveri sot është një pjesë e BDI-s. Një pjesë e BDI-s në qeveri, një pjesë e BDI-s në opozitë. Ku mbetet parti tjera, zotësela? Pikërisht, këtë janë duke thënë. Tu du dalë. Me i fjalë, ti sot BDI-n e ke edhe në qeveri, edhe në opozitë. Ato të cilët nuk janë askundi, janë ai opozitari mbi 20 vjeçar, që s'ka pranu as shantazh, as joshje, as fardolloj kërcënimi për të rikthyer nga ideali dhe ideja e tij. Dhe unë që qesh i detyruar të zhgënjej ato, të vështire kam ta përtyp dhe ta jap faljen atij i cili më detyroi që ta bëj këtë shkelje, për shkak se unë ndjehem shumë borxhli rezistencës të tyre mbi 20 vjet. Dhe shfrytëzoj rastin që kërkoj ndjes. Por ai në emën të tij ne nuk guxojmë që të dorëzohemi, po duhet vazhdojmë rrugtimin tonë në mënyrë që të shtresojmë klasat politike dhe linjat politike aty ku duhet, sepse nuk guxojmë që të lejojmë ndoshta edhe një lojë e tipit që të kontrollohet edhe pushteti dhe opozita. Nga po i njëjti koncept dhe mendësi politike. Mund të ketë ndryshim. Zotësela, nga gjithë kjo bisedë me që jemi edhe në minutat e fundit të kësaj interviste, në asnjë moment nuk folët edhe realiteti është i tillë që ju jeni akoma pjesë e Aleancës Kombëtare për Integrim, apo? Tani, në ditët në vazhdim, do të ketë risi në drejtim të kësaj. Unë vlerësoj që Aleanca për Shqiptarët do duhet edhe për hir të skenës politike të rirregullohet aty ku duhet. Aleanca për Shqiptarët do duhet të merret me vetveten, të kthehet në kauzat e vetën, të bëjë opozitën dhe të mbrojë interesat pikërisht të atyre që i apostrofova dhe i përmenda pak më herë, apo? Dhe natyrisht t'i mundsojmë edhe partnerve që i kishim të koalicionit, të deri djeshëm, që të merren me veten e tyre. Pa qenë nevojat jemi as penges, as barr, as asgjë. Nga këtu, me këtë që e thatë në fund, po e shpallni Aleancën për Shqiptarët si subjekt që është jashtë AKI-s, sepse i quajtur partner të deri djeshëm. Këto të drejta i kanë natyrisht organet e partisë. Unë mund të kem këndvështrimin tim, si kryetari i saj, dhe në ditët në vazhdim do të kemi mbledhje të kryesisë qendrore. Ju vetë se paralemrua të risi. Do të diskutohen këto temë. E reja nuk mund të jetë që ta jeni dy herë pjesë AKI-s, ju jeni pjesë AKI-s, nëse veç se paralemrua që do të ketë risi, bie me automatizëm që partia ose krahu cilën e udhëheqni ju, zotësela, nuk do të vazhdojë të qëndrojë pjesë. Dëgjoj, gabim e bedin. Unë jam pjesë e frontit. Frontit evropian. Si deputet, me që më pytni, po. në kuadër të një koalicioni, unë jam deputet i frontit evropian. Apo? Po, dakord, kështu është. Koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim ishte koalicion për zgjedhje lokale. Apo? Dhe ka këshilltar të Aleancës për Shqiptarët që janë në kuadër të këtij koalicioni. Dakord. Apo? Zotësela, është pak e koklavitur puna. Do ta shohim ditë me jem mbase do të pastrohet kjo mjegull, po megjithatë ky pushtet, me gjitha ato gabimet që ju përmendet, a ka nevojë për një opozitë të coptuar apo të unifikuar? Unë mendoj që ne më mirë mund t'ja nxjerrim fytyrën e vërtetë të pushtetit duke vepruar pa bagazhin e subjekteve tjera politike, duke vepruar vetë si subjekt politik. Zotësela, ju po flisni për ingritjen e partisë me shumë optimizëm, ishit pesimist pjesërisht në pjesën e ribashkimit me zotit Aravarit, mirë po me gjitha... Isha decit, nuk isha pesimist. Jo, ishit pjesërisht, zotësela, sepse latë hapësirë dhe për pranuar një kërkim falen nga zotit Aravarit. Mirë po, do shohim zhvillimet në vijim. Mirë po, me gjitha të kur flisnim për ingritje dhe folët më tepër për ribashkimin e strukturave se sa për ribashkim të liderëve, a ndjeni rrezik nga zoti Arben Fetai në aspektin e tërheqjes së antarësisë Aleancës për Shqiptarët? Unë antarësitë Aleancës për Shqiptarët i quaj ato idealistët që ka Aleanca për Shqiptarët.
Dhe jo, ku di unë, këto që kanë nuhatje për pushtet. Ato që kanë nuhatje për pushtet, letërin të pushteti, dhe sepse njeriu që apostrofuat ju, këtë nuhatje kish pas... Ish bashkëpartiaku juaj, prej Brukseli, e nuhati pushtetin, ish bashkëpartiaku im. Subjektet politike janë të hapura, për njerëz që duhet të vinë t'japin kontribut, por në kohën kur unë kam qenë kryetar partije, s'ka pas ndonjë pozicion në kuadër të Aleancës për shqiptarët. Thjesht e kam angazhuar në mënyrë fakultative, më kujtohet që kam pata angazhuar në lidhje me regjistrimin, e kam nxjerrë me disa debate. Duke dashur testoj cilet janë performancat e këtij individi, por nuk mund të them që ky është në themelus, nuk mund të them që ky është të ato idealistët e parë që bërthamën e parë që krijova unë në vitin 2016, duke dalë dhe duke u bë thirrje shqiptarëve na votoni, dhe ne nuk bëhemi pjesë e qeverisë, paralizuar 1, 2, 3 objektive. Dhe shumë njerëz aso kohë më thonin që gabimër sepse populli voton për pushtet, por unë sido që tjetë atër krijova një bërtham idealistësh që e zgjeruan më tepër partinë. E Arben Fetaj nuk bën pjesë të ta. Tek ata, edhe pse i njëjti mbase e keni dëgjuar edhe ju që publikisht ka deklaruar që Ali Ahmeti ja mori 2 kryetarët Aleancës për shqiptarët dhe tani ka ngelur vetëm zoti Fetaj si kundërshtar politik i zotit Ahmeti. Jo, ku di unë zhargonin e ti politik është në çështje e ti se si e përdor, po ai e di fort mirë që unë nuk jam nga ato që merrem, si zgjedhin Sela flas. Nuk jam edhe nga ato që jipem, unë ditë jem vetvetja, dhe çdo herë kam qenë vetvetja, pa marrë parasysh a kemi qenë vet, apo kemi qenë në ndonjë koalicion. Edhe në koalicion, Aleanca për Shqiptarët nuk ka votuar ligjin për qeveri, ku rritën ministrit, pa çka se pjesa tjetër e frontit e votoj. Aleanca për Shqiptarët nuk ka votuar ligjin për pushtet lokal me cilën u zgjat mandati i kryetarëve të komunave, sa ishin 2 ose 3 duke të Sarajit, Bërvenit, të Gostivarit e tjerë. Kështu që nuk jam nga ato që merrem unë, kam bindjet e mia dhe e di fort mirë, por do i sqarojmë punët me ta në një moment tjetër. Dakord. Në cilin moment, zoti Sela, do t'i sqaroni? Politikësh kjo është i gjatë. Po, maratona. Po. Zoti Sela, kohëve të fundit ka pasur edhe informata jo zyrtare që kanë qarkulluar dhe ku është paralemruar për një hyrje të Aleancës për shqiptarët që udhëheqni ju në këtë përbërje qeveritare. Keni pasur ofertë paraprakisht, keni ofertë tani aktive, është dera e hapur që zoti Sela të bëhet pjesë e kësaj qeverie? Jo, sepse unë kam goxha kujdes për fenomenin që mundohet të prodhoj kjo lloj politike tani. Unë vazhdimisht kam thënë që VMRO tani ka komoditetin që të gatuaj skenën politike shqiptare si mbas kallëpit ti, si mbas dëshirave që ato kanë. Dhe këtu buron për krahe që ja dha vlenin gjithandej. Shfryzun zgjedhjet lokale për të dhënë fuqi politike disa aktorëve politik, të cilëve kur u thot heshtni, ato heshtin. Të cilëve kur a merr mikrofonin, ato e japin mikrofonin. Nuk e kanë asnjë problem. Dhe kur ju thon shitni njerëzit që i keni nxjerrë në garë, ato i shesin dhe i lënë të vetmum. Jo vetëm që i lënë të vetmum, por nuk guxojnë edhe nga studio televizive të thonë një deklarat. Por një ndër fenomenet të cilët ndodh, e dikush është, figura e politikanit shqiptar patjetër është pjesë e propagandës që po bëjnë kuzhinat caktuara të politikbërjes maqedonase, se figurën e politikanit shqiptar mundohen ta paraqesin si figurë jo stabile. Figurë e cila don vetëm pushtetin. Kështu duhet perceptohet figura e politikanit shqiptar. Korrupsioni i papar zhvillohet të bloku politik Maqedonas, po vazhdimisht flitet për kriminalët dhe të korruptuarit politikan shqiptar. Dhe zgjedhin Sela nuk do e lejoj veten që të bëhet pjesë
e këtij folklori politik të VMRO DPMNE-s për të dukur në sytë shqiptarëve që dhe unë vrapoj çdo ditë dhe sa po krijohet një hapësirë shprazët për pushtet. Apo, pa çka se kjo fatkeqësisht, e them me fatkeqësi, do të më lehtësonte punën që unë të ringrej struktura, do të kishte një moment të padurueshëm se do duheshte pastaj të duroj lëpirjen e kpuzve nga Arben Fetaj që do mi bënte mua. Apo, në këto pozicione. Dhe thjesht edhe këtë nuk e dua nga i njeri më realisht. Dhe do bënte që ne të Zoti Sela, nga pozicioni që Zoti Fetaj nuk besoj që do të lindte ndonjë vardisje e tij kundrejt jush. Abedin, unë nuk them tani që ti duhet bësh avokatin e tij. Jo, as nuk po e bëj, po shpjegoj. Po nuk mund ta bëj nga pozicioni që jam. Thash do kisha duruar. Mendoj që nuk është e korrekte edhe për fjalorin për hir të publikut. Atëherë nuk është korrekte edhe atë që ju e apostrofoni zot. Po mendoj sepse ju ma sjellnin vëmendje se unë se kam zakon merrem me ta, se është një hiç. Okej. Edhe është edhe një segment tjetër që është, unë nuk guxoj që të prishet imazhi i të jap punën time në drejtim të prishjes dhe realizimit të kësaj propagande të VMRO DPMNE-s që shqiptarët vetëm jepo pushtet se për ditë të ndryshojnë pozicionet nga opozita të bëhen pjesë e qeverisë dhe kur shqiptarët shohin që politikanët çdo ditë ndrojnë pozicionet në qeveri, ik Arben Taravari, hyn Zjadin Sela dhe ik Zjadin Sela, hyn ku di unë Arben Fetaj, ik Arben Fetaj, vjen Arben Taravari, kjo vetëm se do bënde loj nga ne, si politikan, dhe unë nuk bëj pjesë në pjesën e këtyre lojeve. Unë bëj pjesë në konzistencë, bëj pjesë në fjalë dhënë dhe të mbajtur, dhe bëj pjesë tek politikanët të cilët sukseset e veta i matë me të arrira dhe me ligje që sjell në parlament dhe jo me pozicione ministrësh e drejtorisht. Hipotetikisht, një gjë e tillë është e mundme në qoftë se me mua ulet mandatari dhe hap temat reale. Dhe temat reale për cilët unë jam i interesuar për të biseduar janë ndryshimet kushtetuese, gjua shqipe në kushtetut, duke heq definicionin mbi 20%, dhe një çështje tjetër shumë e rëndësishme të krijuar këtë vitin e fundit me sjelljet e gjykatës kushtetuese, që po në kushtetut duhet të ekzistojë që vendimet që sillen me parim badenteri në parlament, po qoftë edhe në këshilla komunale, vendimi në gjykatë kushtetuese të bëhet po njësoj me parim badenteri. Këto do të ishin 3 tema, në qoftë se do të realizoheshin fillimisht, atëherë mund të negociohet me Aleancën për Shqiptarët. Shkurt krejt jemi në fund, Zoti Sela, në janar Aleanca për Shqiptarët të udhëhequr nga Zoti Sela do të jetë pjesë e qeverisë apo nuk do të jetë? Në qoftë se realizohen këto 3 gjëra që i përmenda, unë nuk i hik përgjegjësisë. Po sepse në fundit partitë garojnë për çënë pushtet, pastaj çështë. Por fillimisht ndryshimet kushtetuese, pastaj gjëra të tjera. Këto 3 elementë që i përmenda, zhbllokimin e rrugës eurointegruese, me i fjalë bullgarët në preambull me gjithë. Dakor, po për të vazhduar rrugtimin evropian. Heqja e 20% dhe futja e gjuhës shqipe në kushtetut dhe badenter në gjykatën kushtetuese. Megjithatë, pra nga kjo tregoni që jeni i hapur për të negociuar, por me këto kushte të cilat ja po fillimisht këto gjëra, pastaj gjërat tjera pak rëndësi kanë, a jemi as jemi pjesë e qeverisë. Dakor. Zoti Sela, ne krejt jemi në fund, ju falenderojmë për kohën dhe këtë intervistë që e realizuam sonte. Ishte kënaqësi. Faleminderit për mundësinë. Ndërkaq me juve shikues të nderuar, deri në takimin ton të radhës, mirëmbëjtje.